Kemi me vaj për tonë. Sot bëhem 5 vite pa fajsi, 5 vite pa drejtësi, 5 vite larg familjes, 5 vite larg bashkëqytetarëve, 5 vite që shumë të dashur të tyre kanë ndruar jetë e ata nuk ishin aty. As për të dhënë të mirë në fundit. 5 vite që burrat e lirisë po mbahen të mbyllur për një luftë që sollën lirinë, paqen dhe shtetin tonë. Ne sot, tu që kemi dalë si shoqata dalër nga lufta, kemi dalë t'i dërgojmë UNMIK-it, EULEX-it dhe ndërkombëtarëve që jeni të mbajt peng, njerëzit i keni kidnapuar, ata njerëz të cilën sollën lirinë, pavarësinë dhe paqen dhe demokracinë në vend. Ushtria shqiptare e Kosovës ka bërë luftë drejt, ka bërë luftë për vendin e vet, për kombin e vet dhe për gjithë qytetarët e Kosovës që jetojnë të lirë dhe jo ne sot merremi si kriminal. EULEX-i dhe njerëzit e EULEX-it tentojnë që luftën shqiptare të Kosovës ta barazojnë me ordhit serbe çetnike paramilitare. Ne nuk jemi ata njerëz që kemi bërë krime.